Alketa Vejsiu. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë në Prishtina. Një emocion shumë i veçantë është këtu pranë jush, apo jo? Kemi gjetur gjysmën e zemrës që na mungon, dhe gjysmën e kemi në Shqipëri dhe gjysmën e gjejmë këtu në Kosovë. Ja ku vjen dhe trofeu i çmimit diskografik që ka fituar sonte Alketa Vejsiu, e cila ka dhe duart rokitje dhe pafund të publikut këtu në Kosovë. Por ky është një çmim i rëndësishëm diskografik. Tashti do të na hysh edhe ne në ise në diskografisë shqiptare. E pse jo, duke të patur një model shumë të mirë që shkëlqen edhe në prezantim, se mos ta kem dhe unë një album. Kjo është e vërtet. Ta kesh dhe ti një album dhe jam i bindur që do të ketë sukses. Dhe kënga magjike është pa diskutim bekimi më i mirë. Faleminderit Alketa. Unë përpara se të këndoj këngën time do doja që të shtoja edhe diçka tjetër, që këndoj në një festival prestigjos ku sidomos këtë vit ka patur një prurje të vërtet në muzikën origjinale shqiptare, një pasurim të fondit të artë të kësaj muzike, kështu që për mua është një përgjegjësi shumë e veçantë që të shkel dhe të këndoj këtu. Ndërsa për dyshën Grabocka dhe Gjebrea sigurisht që mund të them që do të mbetet gjithmonë një dyshe e fortë dhe firmato. Apo jo? Faleminderit Alketa. Okej, dëgjojmë këngën me titull Pos më puthe ti. Pos më puthe ti unë nuk këndoj. Alketa Vejsiu. Faleminderit. Me këngën Pos më puthe ti. Këndojmë të gjithë së bashku, duart lart. yo, yo, yo.